Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nëse zemra ndreqet e ke trupi. Nëse zemra prishet e ke trupi. E ku duhet na më morë? Me çfarë duhet më morë? Me zemrën. Jo në atë zemrën e filozofave tonë pa shkollum, se thonë zemrën e kam pastër. Jo. Si më të folë për këtë pallavër. Kjo është legjend. Dikush këtu e ka cikletin, zhek temperaturë e madhe, apo kur i thot dikush ka farze, do të mi kri ato, thot zemra. Këto vëzë nuk shkojnë këto. Këto fora s'po shkojnë te na, kam shkuar te Allahu. Unë s'po pranoj ti çish e mashtron Allahu, që mos unë mashtron. Çka i thua Allahu te bareke ve teala? Jo për këtë lloj zemrës, e cila është zemra e irxhas, po zemra hak, e cila ngulitet diçka në bindje në zemër dhe nxjerr praktik. Pra ka harmonizim, ka përputhje mes brendshmës dhe të jashtmës. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha at-taqwa ha huna,